Çështja nëse një fëmijë duhet të flenë me prindrit apo jo, është një nga temat më të diskutuara ndër prindër dhe profesionistë të fushës së zhvillimit të fëmijës. Disa e shohin si një mënyrë të natyrshme për të forcuar lidhjen mes prindërve dhe fëmijës, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si një pengesë për pavarësimin e hershëm të të vëgjëlve. Me gjithë ndryshimet kulturore dhe individuale, është e rëndësishme të shqyrtohen me kujdes si përfitimet, ashtu edhe sfidat që sjell kjo praktikë. Nga ana pozitive, fëmijët që flenë me prindrit shpesh ndihen më të sigurt dhe të qetë. Ata e përjetojnë praninë fizike të prindërve si një burim ngushëllimi dhe mbrojtje. Gjë që mund të ndihmojë në reduktimin e ankthit të ndarjes dhe në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Për foshnjat që ushqehen me gjy, gjumi i përbashkët është praktik për nënat, pasi u lehtëson ushqimin gjatë natës pa që nevojat të zgjohen plotësisht. Gjithashtu, kontaktet e shpeshta gjatë natës forcojnë lidhjen emocionale midis prindit dhe fëmijës, e cila është themelore për zhvillimin e një marrëdhënie të shëndetshme dhe të ngrohtë në vitet e para të jetës. Përveç përfitimeve emocionale, ka dhe arsye kulturore që mbështesin gjumin e përbashkët. Në shumë vende të botës, kjo është një normë sociale, ku familjet ndajnë një dhomë apo një shtrat pa e parë këtë si problematik. Në këto raste, bashkëfjetja është një mënyrë natyrore për të rritur fëmijë të lidhur ngushtë me familjen dhe për të ushqyer ndjenjën e komunitetit brenda shtëpisë. Megjithatë, ka edhe argument të forta kundër kësaj praktike. Një nga shqetësimet më të mëdha lidhet me sigurinë, veçanërisht për foshnjat nën moshën 1 vjeç. Nëse nuk merren masat e duara, ndarja e krevatit mund të rrisë rrezikun për sindromën e vdekjes së papritur të foshnjës, ose aksidente të padëshiruara gjatë gjumit. Prandaj, shumë pediatrë këshillojnë që fëmijët e vegjël të flenë në një krevat të veçantë në të njëjtën dhomë me prindrit, por jo në të njëjtin shtrat. Një tjetër kundërshtim ka të bëjë me zhvillimin e pavarësisë të fëmijët. Disa specialistë argumentojnë se gjumi i përbashkët mund të avonojë aftësinë e fëmijës për të fjetur vetëm, për të krijuar një ndjenjë sigurie të brendshme dhe për të zhvilluar rutinat e veta të gjumit. Kjo mund të ndikojë jo vetëm në periudhën e fëmijërisë së hershme, por edhe në zakonet e mëvonshme të gjumit dhe në ndjenjën e vetë kontrollit. Nga ana tjetër, nuk duhet neglizhuar as ndikimi që mund të ketë gjumi i përbashkët në marrëdhënien mes prindërve. Mungesa e privatësisë, tërprerja e gjumit dhe kufizimi i kohës për intimitet mund të krijojë tensione apo lodhje në çift. Edhe pse shumë prindër janë të gatshëm të sakrifikojnë këto aspekte për mirëqenien e fëmijës, është e rëndësishme të ruhet një ekuilibër për të mos lënë pasdore as lidhje në çift. Në përfundim, nuk ka një përgjigje të vetme apo universale për këtë pyetje. Zgjedhja nëse fëmia duhet të flenë me prindrit apo jo, varet nga shumë faktorë. Mosha e fëmijës, dinamika e familjes, bindjet personale dhe mbi të gjitha, rehatia dhe mirëqenia e të gjithëve në shtëpi. Disa prindër zgjedhin bashkëfjetjen për një periudhë të shkurtër, të tjerë për më gjatë, ndërsa ka edhe nga ata që vendosin të ruajnë distancën që në fillim. Më e rëndësishmja është që çdo prindër të marrë një vendim të informuar dhe të ndjejë siguri në atë që zgjedh, duke pasur gjithmonë në qendër dashurinë dhe kujdesin për fëmijën.
sepse në fund të fundit, mënyra si fle fëmia është vetëm një pjesë e vogël e rrugës së gjatë dhe të bukur të prindërimit.